më të keqe. Në pikën e saj më të keqe? Po. Se sot ti duke thënë që ishte më keq se sa para 2016-s? Po, shumë më keq. Çfarë thua? Shumë më keq. Ma ule flamuri gjysmë shtiz. Jo, shumë më keq, në kuptimin që kozjatja e një procesi është 3 fishuar dhe 5 fishuar. Unë them që përpara reforma, o që një pjesë, jo të gjithë, të atyre që ishin të korruptuar, që ishin... Paf. Të paf nuk ka ikur asnjë. Asnjë? Për pafësin nuk ka ikur asnjë. Qoftë edhe një. Nuk ka ikur asnjë nga vetingu? Asnjë për pafësi nuk ka ikur njëri nga vetingu. Vetëm për probleme financiare? Vetëm për probleme financiare. Dhe për probleme financiare, shumica që janë hequr pa drejtësisht. Shumica që janë hequr. Po ti e përmbysë reformën në drejtësi? Shiko, reforma në drejtësi që u bë këtu nuk është bërë më dot në asnjë vend tjetër të Europës. Në asnjë vend. Është kërkuar të bëhet në shtetet fqinje. Në Rumani, në Kroaci. Por reformën tonë nuk e merr përsipër ta bëjë njeri, sepse ishte shumë e gabuar. Si zgjidhet kjo? Tani, si zgjidhet. Ne kemi ngel pa gjyqtar. Ne jemi në atë pikë... Furnizohet vetëm nga diplomimi të magistraturës? Vetëm nga jo. Dhe ne jemi në një pikë që një gjyqtar në vit ka, po themi, 1000 çështje. 1000 çështje janë 1000 çështje. Duan 1000 vendime nesër. Kur do t'i bëj? Po një vit, 365 ditë ka vit. Ne gjyqtarët, tani vendimet na i bëjnë në shtëpi. Si i bëjnë shtëpi, se kuptova këtë? Pra, zbardhjen e vendimit, gjyqtari e merre në çantë dhe e bën në shtëpi. Çfarë thua? Po s'ka kohë reale. Ai, nga e hëna deri të premten, është në përgjigje. Çdo gjyqësore ka një gjyq. Dhe, ku i bën vendimet? I bën në shtëpi. Premtet shumë diel. Premtet shumë diel në shtëpi, ose mbas ditëve në shtëpi. Ose mbas gjatë javës. Po patjetër. Çdo gjyqësore ka një gjyq. Çdo gjyqësore ka një gjyq. Po duket si ajo që çdo gjyqësore ngrihet një avion në aeroport. Dhe gjykatësi ti çdo gjyqësore ka një gjyq. Po çdo gjyqësore ka një gjyq. Ka dhe që i bën edhe me çerekore. Po mesatarisht. Por mesatarisht gjyqësore. Ua. Dhe prandaj, sepse ka procese që zgjasin tej asaj gjysmore që është përcaktuar, dhe prandaj ne presim mbrapa dyerve që të mbarojë njëri proces se njëri po u vonua, se po të jetë me debat midis palëve, normalisht që do vonohet. I bie shkurt? Jo, do vonohet, shiko këtu. Edhe të duash, gjyqtari nuk ka mundësi as të dëgjoj, por nuk ka mundësi as të studioj dosjen për para se të vinë në gjykat. Nuk ka mundësi reale. Nuk është se... E kupton... Kjo është dorëzim. Urda? Kjo është dorëzim, kjo është dështim. Jo, nuk është dështimi i sistemit. Po pra, i sistemi, gjyqtari, jo, se s'ka faj gjyqtari. Qa do bëj gjyqtari? Jo, s'ka faj gjyqtari, jo. Doon një fashikull, një dosje mund të jetë me 30 fashikuj, dhe ai duhet t'i ketë studiuar gjitha që të vinë në gjykim. Ai e mëson çështjen gjatë gjykimit. Kjo e dëmton drejtsinë jashtëzakonisht. Prandaj themi që... Zoti Doja, do flasim edhe për çështje tjera, po pas ngjarjes kur vra gjyqtari Kalaja, çfarë ndryshimi kanë për gjykata tani? Kam shumë siguri? Shiko... Ju një nga ata që keni reaguar atë ditë, unë kam bërë intervistën. Unë nuk shoh në një ndryshim. Përse nuk shikoj ndryshim? Siguria e gjyqtarit nuk është vetëm salla i gjyqit. Jam dakord, aty duhet, patjetër. Dhe tani ka një kontroll i çik më të imtësishëm e gjitha. Por siguria e gjyqtarit
vjen më këmbë, ai ndjes pas, vinte me bicikletë. Astrid. Me bicikletë? Me bicikletë. Ua. Pra, nuk e vrave në sallë gjyqje, do ta vrasësh këtë derën gjykatës. Kështu që, por edhe ata që vinë me makina, nuk kam mbrojtje të gjyqtarëve. Po mirë, mbas kësaj ngjarje, çfarë masat janë marrë tani? Gjykata e apelit, se ti shkon për ditë. Është vënë një monitor i ri aty, kaq, që fut çantën dhe mjetër që kanë çdo personel. Vetëm kaq. Po kontroll tjetër? Ose mbrojtje tjetër për gjyqtarët? Ka persona që mbrojnë? Absolutisht. Një policë që rike rruga për jashta para gjykatës. Pa i mën Pa i trafiku? është më shumë për trafikun se sa për... Dhe kaq? Nuk ka. Do të ti duke thënë që gjyqtarët përsëri janë të rrezikuar. Patjetër. Shiko, kanë bërë një zgjidhje shumë të bukur në gjykatën e posaçme. Po? Punojës i Drejtorisë Përgjithshme të Burgjeve, punojës policie, janë aty që për kontrollin, për mbarvajtjen, për të gjitha, pjesëmarrjen në seancë, do në gjithmonë ka një nga ata punojës policie, gjithmonë të sistemit të Burgjeve, kurse për gjykatat e tjera nuk e bëjnë këtë gjë. Po pse? Gjitha kafshë janë të barabarta, po disa kafshë janë më të barabarta se tjerët. Po. George will check e në të piramid. Po, nëse është mundur regjia në shfaqi polifoton me prokurorët e Spakut, nëse është mundur, ja, tani vinte